Ti e kekët, dvret mas shpina. E din gjithë. Droga është përgjegjës e Edi Rama. E ka inkurajuar. Kto ka ndodhur jo? Sepse është ky kryeministër. Sepse është Ilir Beqa, ministri i shëndetësisë. Edhe shëndetësia rri me 46%. Sepse ishte Sajmir Tahiri, ministri i brendshëm. Edhe ky e hoqi. Sepse ka pasur bandit tu, apo jo? E këta nuk e kam sjellur. A më keni parë mua? A ka një shqiptar që thotë që kam ndirur me i bandit? Po, ka shumë shqiptar që më akuzojnë se kam qenë shoku i Edi Ramës. Është vërtet. Po a ka njëri që thotë që kam ndirur me i bandit? A ka njëri që thotë që kam ndirur me Elvis Roshi dhe kam bërë deputet apo kryetar bashkie? A ka njëri që thotë që kam qenë shoku Koçorokdhimës unë? A ka njëri që thotë që 25 vjet, 17 vjet, Edi Rama kryetar bashkie, ministër, kryeministër, si është bërë tu ta pyes Gramozin? Si është bërë? Duke na qartë gjithë dhe ne ke shtëpia. Po, nuk e dini ju shumica që keni ardhur. Po ne që për fat keq kemi qenë e dim. Duke qartë, unë nuk jam njeri banal. Unë flas për politika, nuk flas për gjëra personale. E sigurisht s'kam për të thënë. Shumë që di, edhe shumë që më kanë thënë që di. Unë nuk tregoj me këpi verë, sepse nuk e der gotë në verës. Unë nuk vim parlament për fol për gjëra personale. Unë vi për gjëra që shqetësojnë Shqipërinë e komitet ndërkombëtar. Kush janë këto? Droga. Është përgjegjës Edi Rama. E ka inkurajuar. Kush janë këto? Papunësia. Është përgjegjës Edi Rama, e ka inkurajuar. Nuk e kam qeverisë Shqipërinë asnjë ditë. Asnjë ditë nuk e kam qeverisë Shqipërinë. Kush është përgjegjës për kontrabandë në Shqipëri? Kush është përgjegjës që 350 milionë euro nuk i merren të pasurve në Shqipëri, po i falen në formë taksash? Këta janë miqtë e mi apo miqtë e Edi Ramës? Kush është përgjegjës që janë tradhtuar kaq shumë shqiptar, 400.000 shqiptar të varfër, për cilët nuk i vjen, nuk thot asnjë fjali këtu? Ja, unë apo është Edi Rama? Ky është banalizimi i këtij parlamenti.